Xhelozia e bën jetën të mjerueshme. Ky pohim konciz i Imam Aliut nxjerr në pa natyrën shkatërruese të xhelozisë dhe ndikimin e saj në mirëqenien dhe lumturinë e dikujt. Xhelozia është një emocion negativ që buron nga ndjenja e pamjaftueshmërisë ose dëshira për të zotëruar atë që kanë të tjerët. Për të kuptuar mesazhin e bukur të kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu paralajmëron kundër natyrës shkatërruese të xhelozisë në disa ajete. Në suren Taha, ajeti 131, Allahu thotë: "Dhe mos i ngul syt drejt asaj me të cilën ne u kemi dhënë kënaqësi disa prej tyre, që është veç se shkëlqimi i jetës së kësaj bote, me të cilën ne i sprovojmë, se furnizimi i Zotit tënd është më i mirë dhe është i përjetshëm." Ky ajet na kujton se bekimet dhe dispozitat e dhëna individëve nga Allahu janë një sprovë. Xhelozia lind kur dikush nuk arrin të kuptojë se dispozitat e tyre janë unike dhe të përshtatura për udhëtimin e tyre. Në vend që të vlerësojnë bekimet që u janë dhënë, ata konsumohen nga zilia ndaj të tjerëve. Për më tepër, në suren Felek, ajeti 5, Allahu thotë: "Dhe nga e keqja e ziliqarit, kur ai ka zili." Ky ajet nxjerr në pa dëmin e shkaktuar nga zilia dhe energjinë negative që ajo sjell në jetën e dikujt. Xhelozia jo vetëm që prek individin që e përjeton atë, por gjithashtu ka potencialin të dëmtojë të tjerët. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për myslimanët për efektet e dëmshme të xhelozisë. Kur lejojmë që xhelozia të zë rrënjë në zemrat tona, ajo çon në pakënaqësi, hidhërim dhe një krahasim të vazhdueshëm me të tjerët. Kjo mënyrë të menduarit na pengon të vlerësojmë bekimet që na janë dhënë dhuruar nga Allahu dhe pengon aftësinë tonë për të gjetur kënaqësi dhe lumturi në jetën tonë. Xhelozia gjithashtu mund të çojë në veprime dhe sjellje të dëmshme. Mund të shtyjë individët të minojnë ose dëmtojnë të tjerët në një përpjekje për t'i ulur ata në nivelin e tyre. Kjo jo vetëm që dëmton marrëdhëniet, por edhe njollos karakterin e dikujt dhe mirëqenien shpirtërore. Për të mposhtur xhelozinë, myslimanët inkurajohen të kultivojnë mirënjohje dhe kënaqësi. Ne duhet të përqendrohemi në njohjen dhe vlerësimin e bekimeve që na janë dhënë, në vend që të fiksojmë atë që zotërojnë të tjerët. Kurani vazhdimisht thekson rëndësinë e mirënjohjes dhe kënaqësisë, duke na kujtuar se lumturia e vërtetë qëndron në të qenit mirënjohës për atë që Allahu na ka dhuruar. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e fuqishme për myslimanët që të ruhen nga xhelozia dhe pasojat e saj shkatërruese. Duke njohur natyrën e dëmshme të xhelozisë dhe duke u përpjekur të kultivojmë mirënjohje dhe kënaqësi, ne mund të gjejmë lumturinë dhe përmbushjen e vërtetë në jetën tonë. Allahu na ruajt nga të këqijat e xhelozisë dhe na mundësoft të vlerësojmë dhe të jemi mirënjohës për të mirat e tij.